Përshëndetje zoti Krasniqi. Përshëndetje. Arben Ahmeti drejt për drejt nga Kanal 10, shpresoj që nuk po ju pengoj. Jo, hajde. A po dëgjohemi zoti Krasniqi? Lul, po dëgjohemi. Po dëgjoj. Po dëgjohemi, mirë. Se kemi furnizimin me energji? Furnizimi me energji elektrike është stabil. Aktualisht po prodhohet brenda kapaciteteve të mjaftueshme për furnizim energji elektrike. Nuk ka ndonjë të lashë, kështu që furnizimi është në rregull. Mirë, më intereson në fakt ka pasur një kërkesë specifike të një qytetari për kyçe. Edhe me sa e kuptova, në Keci kanë thënë që deri në 2 shtylla elektrike vendosen nga vetë Keci, pra nuk ka nevojë për participim qytetari. Ai çfarë është duke bërë, është duke pritur që një kohë të gjatë. Nuk e di se mund t'i ndalim në ndihmë, po flasim për fshatin Butovc, atje në majet të Prishtinës, në fakt, në Prishtinë. Nëse mund t'i ndalim në ndihmë për kyçe këtij qytetari në rrjetin e energjisë elektrike. Po, patjetër besoj Ahmet, me qenë se është ashtu siç thatë edhe ju, domethënë bëhet fjalë për 2 shtylla, të cilat janë përgjegjësi e Kecit që ti mbuloj. Në kuptimin 2 shtylla, domethënë 80 metra në total, bashkë me përçuesit elektrik edhe një surin elektrik që është përgjegjësi e Kecit. Nëse është përtej kësaj distance, atëherë është përgjegjësi e vetë konsumatorit që t'i mbuloj ato. Po sidoqoftë, unë po duhet të besoj që ai ka bërë kërkesë zyrtare dhe me që unë nuk po kam njohuri specifike për cilin rast bëhet fjalë, atëherë inkurajoj ato që të lajmërohet prapë në zyret e Kecit dhe do të interesuam. Sigurisht se ky është një proces që merr pak kohë, por se që realizohet.